Ashtu mendoj unë. Po, për në Maqedoni, profesor, një ridefinimi, cila mund të ishte zgjidhja? Pra, cili mund të ishte ridefinimi që mund ta zgjidhë çështjen e Maqedoni, që mos kishim këtë problem nisur edhe nga fakti të pyes paraprakisht të çështja e balancuesit, sepse u tha që do hiqet balancuesi, do vihet meritokracia. Po them diçka këtu, pa mos të keq kuptuar. Populli shqiptar dhe Maqedonas, edhe etnit tjera, Maqedonia është shtet i natyrshëm, shumë etnik, multietnik, siç e quajnë këta. Mirë po, me mëdhësinë e shtetit të Maqedonisë, do të them, juridikisht nuk e ka kuptuar politika maqedonase se me përjashtim nuk bëhen gjërat, popujt duhet të integrohen. Ne historikisht kemi pasur pak kacafytje, ky është realitet, që nuk ka ndodhur, për shembull, ja Irlandën e ke parasysh fetare Belfastit 800 vjet i ndarë. Lufta 30 vjeçare në Gjermani pas shpalljes protestantizmit nga Martin Luteri, 10 milion njerëz ai lufta 30 vjeçare, 7-8 milion mbas statistikave. Ne nuk kemi pasur probleme të tilla as ndërmjet vetit, do thot për me që jemi të tre besimeve, ku nuk ka arrit askush na fus në lufta të këtilla, po as edhe me Maqedonasit, jo se kemi pasur konflikte të këtilla që vritemi njëri me tjetrin historikisht. Me thënë, kemi pasur një lloj dialogu të brendshëm që ky dialog është bërë vetëm politikisht edhe është trajtuar si i tillë për arsyeën e vetme të përfitimit në emër të patriotizmit, gjoja të patriotizmit, unë e quaj gjoja patriotizëm, apo patriotizëm, që të them, i rreshëm, si nga ana e politikanëve shqiptar, ashtu edhe nga ata Maqedonas. Megjithatë, për filozofinë, për doktrinën maqedonase po flas, ata kanë vazhduar këto lloj politikash të ideuar nga Akademia e Shkencave të ish Federatës Socialiste Sërbe, ta quaj, që sot është edhe më e egër, edhe nuk e kanë kuptuar se një realitetin natyror që ky vend ka 1/3 edhe me statistik të popullatës shqiptare. Domethënë ne, zoti Balla, po a them edhe këtë, që thonë që Kina ka vënë kuotë në lindje, nuk lejohet më shumë se një lindje. Ne nga vitet 65 deri 70 e sa, ne kemi pasur si shqiptar të Maqedonisë edhe në Kosovë kuotën e lindjes jo më shumë se 2 fëmijë, kanë ardhur na kanë kontrolluar në shtëpi. Domethënë shqiptarët në ish Jugosllavi kanë pasur kontrollim edhe të lindjeve, që të mund po, do të thotë janë fakte historike. Ne, për shembull, vitin 89, unë jam nga Kërçova, është mbyllur shkollimi i mesëm. Gjimnazi Kërçovës u mbyll për shqiptarët. Do të thënë, gjimnazi i Gostivarit kemi pasur diferencim përjashtim masovike të profesorëve të shkollave të mesme, edhe jam detyruar të shkoj në Shkup sepse vetmja mundësi ishte në gjimnazin e Flushmarku 4 paralele, gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Domethënë ne kemi pasur mbyllur shkollat e mesme. Do thotë, sot edhe ka ende deputet që janë në parlamentin Maqedonas, që në tenda, në çadra, si thonë, rrinë me 6-7 muaj që të na ndalojnë arsimin shqip. Ne kemi pasur kohët edhe në universitetet, dy universitetet maqedonase, në Universitetin e Shkupit dhe në Universitetin e Manastirit, 10% vetëm gjithë etnit, jo vetëm shqiptarët, ku edhe maqedonasit shkruesin shqiptar dhe po zinin vendet edhe 10% që ishin të rezervuara për ta quaj kompsit ose etnit jo maqedonase. Më thonë, ne s'kemi pasur asfalt, ne s'kemi pasur ujë, ne s'kemi pasur kanalizime. Do me thënë, shkoni sot shifni fshatrat maqedonase, gjithandej, ato kanë asfalt nga vite 60-a, 70-a, edhe kanë qenë 10 shtëpi. Vendbanime shqiptare janë me 500 shtëpi, me 1000 shtëpi, nuk i kanë pasur këto, i kemi bërë shumicën pas komunizmit me duart tona, me mjetet tona. Do me thënë, kjo flet për atë që një sistem të ka, do thotë, këta nuk e kuptuan, një universitet hapën mbi gjak në Universitetin e Tetovës. Nuk ka histori në botë që një universitet hapet mbi gjakun e dikujt. E tani çështje tjetër sa jemi ne të vetëdijshëm i çojmë përpara ose duam ta uzurpojmë,
edhe të hakmerremi për njerëzit që nuk mendojnë si unë, ose të krijojmë armiqësi në fantazi dhe të hakmerremi njerëzve që janë. Por ne po bëjmë një gabim, po marrim implikaturat politike që na i kanë ofruar në vazhdimsi sistemi komunist dhe politika maqedonase nga vitet e 90-ta këndej, edhe ne e bëjmë të njëjtin. Edhe thonë shumica që ky egzod nuk ndodh për bukë, shqiptari kur s'ka pasur problem për bukë Maqedoni. Kjo ndodh për shkak të diskriminimeve të këtilla, për shkak të mosqasjes së dur, për shkak të punësimit të njerëzve pa merita, për shkak kapjes sistemit, për shkak se nuk funksionon spitali. Nuk mundet zoti Balla të ketë dikush kryetari i komunës ose dikush makinë 200.000 euro, a spital mos ketë infuzion t'i japi shkon vete ble. Më këto janë gjërat absurde për një shoqëri. Ose ministri tjetë me pallate gjysmë milion euro me gjitha format e luksit, ndërsa nuk ka spitali. E dini rastin në Gjermani kur ka shkuaj Mubaraku, qërohet me zemë, thotë ti kur nuk e mund të bësh spital në vendin tënd për 100, pse vjen këtu të kurosh në Gjermani? Domethënë, këto janë parametra, sepse këta mund shkojnë jashtë kurohen. Fëmijët e këtyre studiojnë jashtë. Fëmijët e asnjë politikani nuk kanë braktisur vendin tonë. Do të fëmijët e këtyre njerëzve, do thotë fëmijët e njerëzve që punojnë me drejtësi, që kanë një rrogë mujore ose punojnë me bujqësi ose me blegtori. Do janë raste shumë të rënda në shoqërinë tonë që po ndodhin. Edhe që do ketë pasoja dhe më të mëdha. Kemi problem sistemor, neve na vret sistemi, pavarësisht kush është ai që përfaqëson këtë sistem. To janë.